Ndërkohë të doja të ndalesha shkurt tek portali Familja Jon. Gazetarët Krenare Hoti dhe Bubulina Peni i kanë dedikuar po ashtu gjatë ditës lajme, shkrime, mantelbardhëve të cilët kanë kontribuar gjatë luftës në Kosovë. Do të doja të nisja fillimisht me pak rreshta të shkrimit të Krenarës mes plagëve dhe shpresës, rrëfimi i Dr. Ali Hoti për ushtrimin e profesionit gjatë kohës së luftës në Kosovë, një shkrim të cilin e gjeni në portalin Familja Jon dhe të cilin e gjeni në të gjitha rrjetet tona. Në ditët më të vështira të vendit ton, kur lufta për liri nuk ishte më vetëm lajm, por realitet i përditshëm, zgjedhja për të ushtruar profesionin e mjekit nuk ishte thjesht detyrë, ishte thirrje e ndërgjegjes. Dr. Ali Hoti, mjek që dha kontribut të çmueshëm gjatë luftës së fundit në Kosovë, kujton këtë periudhë të vështirë dhe ndan me në rrëfimin e tij, duke na treguar motivin e tij për ta ushtruar profesionin, si dhe momentet më të rënda që kaloi. Rrëfimin e Dr. Ali Hotit e gjeni në portalin Familja Jon. Do doja bashkë të kaloni në një lajm tjetër që po ashtu e gjeni në portalin Familja Jon, dedikuar mantelbardhëve që kanë kontribuar në kohën e luftës. Do e shohim edhe një titull të Krenare Hotis: në kohë lufte ajo solli jetë. Rrëfimi i Mami Sanie Desku për ndihmën e mbi 100 lindje gjatë luftës në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ishte një nga periudhat më të rënda dhe më të dhimbshme për popullin, kohë frike, shpërnguljesh dhe pasigurie, ku çdo ditë silte rrezik dhe humbje. Megjithatë, edhe në mes të zjarrit dhe pasigurisë, jeta nuk u ndal. Mes maleve, fshatrave të boshatisura dhe kushteve të skajshme, kishte njerëz që zgjodhen të qëndrojnë në shërbim të jetës, duke mos u tërhequr përballë rrezikut për ndihmuar të tjerët. Është ky një shkrim tjetër të cilin e gjeni në portalin Familja Jon.